Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Table Talk, ku sot do të flasim në fakt për bumin e ndërtimeve. Nga një ran kemi në çdo cep kanë tjerë ndërtimi, por këto që po përkthehen edhe në rritje të çmimeve, qoftë atyre në blerje, por edhe me qera. Do flasim gjithashtu edhe për procesin e rivlerësimit, i premtuar prej 2 vitesh, por që ende edhe pse u tha që do fillonte në janar të këtij viti, ende nuk kemi asnjë rezultat. Për të diskutuar më shumë rreth kësaj fushë, por edhe me gjër, unë sot kam të ftuar ekspertin e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, zotin Ervin Demirxhiu. Zoti Demirxhiu, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për ftesën, shkënaqësi të jem të këtu. Një ekspert ndër vite në fakt në këtë fushë, u bën vite që ju vlerësoni pasuritë e paluajtshme, si ka qenë zhvillimet vit pas viti dhe cilat janë ndoshta ato problematika që ju hasni sot? Faktikisht procesi i vlerësimit apo vlerësimit pronave ka vite që unë e ushtroj si profesion, ka vite që janë disa procese rivlerësimi në cilat unë kam marrë pjesë aktive duke vlerësuar pronat dhe do thoja që problematikat kryesore të këtyre proceseve janë ndarë në dy. Problematika nga pronarët dhe problematika nga ASHK-ja. Problematika te pronarëve zakonisht janë duke mos njohur dokumentacionin, duke mos njohur pronën. Pra, vinë të bëjnë një proces rivlerësimi pa patur dokumentacionin e nevojshëm. Dhe një dokumentacion i nevojshëm për të bërë një proces rivlerësimi është regjistrimi i pronës, pra certifikata e pronësisë minimalisht. Minimalisht ne të bëjmë një rivlerësim prone, duhet të kemi një certifikat pronësie. Pastaj kemi dokumentacionet shtesë, që është kartela e rifreskuar mundësisht shidalja, një hartë treguese, në rastin e apartamenteve një planimetri, nëse do kishim tokët bujqësore do mjaftonte certifikata dhe një hartë treguese, patjetër. Pastaj problematikat që hasen tek ASHK-ja. Do në hasim shumë problematika. Ratë parë vonesat. Vonesat vinë për disa arsye, në momentin e fluksit fillestar ka shumë fluks dhe ka vonesat është e prishme. Pastaj hasen problematika në përllogaritjen. Në përllogaritjen e taksës. Dhe kjo është një nga problematikat më të mëdha faktikisht. Nganjëherë ato zotërinjt që punojnë atje i bien shumë shkurt, shikojnë vlerën e rivlerësimit, nuk llogarisin fare vlerën e blerjes apo vlerën e kostot ndërtimit në varësi të pronës që është, në varësi të si është marrë dokumentacioni, si është regjistruar prona, i bien shkurt dhe nxjerrin disa vlera që nuk kanë fare me realitetin. Dhe për këto raste, sidomos për apartamentet apo që janë blerë, unë i rekomandoj gjithmonë klientëve të mi të kenë me patjetër kontratën e shitblerjes. Ta kenë sepse në një moment që do na dalë një faturë që nuk përputhet me realitetin, nuk përputhet me një parashikim që ne kemi bërë, duhet t'i bashklidhim kontratën e blerjes pronës për të vërtetuar që vlera e nxjerrë nga ato nuk është e saktë dhe për ta korrigjuar. Duke ndalur të ky proces, u tha që do niste nga 1 janari këtij viti. Është një proces mos gaboj për 4-ën herë që bëhet rivlerësimi i pronave. Kush po e mban peng në një farforme, faktin që ne sot jemi në shkurt dhe ende nuk ka nisur dhe si po ndikon kjo qoftë tek agjencitë imobiliare, tek qytetarët, tek ato që kanë një pronë dhe kush ngelet jashtë skemës së rivlerësimit. Tani faktikisht u bë afro 2 vite që i gjithë lëmi i pronave, ato që merren me pronat, si pronarët, si ndërmjetësuesit, si ato që duan të blejnë, janë peng e këtij sistemi. Dhe realisht kjo është totalisht e papranueshme, nuk gjej fjalë të justifikoj se pse. Okej, vitin e parë u premtua, por nuk arritëm një miratim ligji. Faktikisht në 12 dhjetor të 2025-s ligji u miratua. Patëm një dekretim të vonuar, që u dekretuar diku data 6 apo 7 janar. Okej. Parimisht pastaj 2 javë pas publikimit në fletore zyrtare do duhej të fillonte. Tani ka ngecur sepse flitet që nuk janë bërë aktet nënligjore, nuk janë përgatitur. Por që kjo nuk është një proces që është proces për herë të parë dhe don shumë për të diskutuar apo don shumë për të përgatitur. Kjo është procesi 4.
Ky është procesi katërt dhe nuk mendoj që do shumë mendim, nuk i di sepse e vonojnë, se kush përfiton, se çfarë qëllimesh kanë, por di të them që janë po mbahen peng shitësit, po mbahen peng blerësit, sidomos ato blerës që janë me kredi dhe të vetmën mundësi për të blerë një pronë janë pronat që rishiten. Janë pronë që rishiten sepse janë pronat të cilët mund të lihen kolateral, ndërsa nëse blen një pronë në ndërtim nuk e lën dot kolateral dhe pra u bë 2 vite që po mbahen peng, më shumë po mbahen peng personat që duan të marrin një pronë me kredi dhe që nuk janë pak realisht personat që duan të marrin me kredi. Janë një pjesë goxha e konsiderueshme. Çfarë përfitimi sjell rivlerësimi? Rivlerësimi sjell shumë përfitime faktikisht, përfitim financiar. Kjo është ajo shumë që ne themi. Sepse ne sot moment që ne shesim një pronë sot, paguajmë 15% tatim fitimi. Dhe në momentin e rivlerësimit, ne mund paguajmë vetëm 5%. Sigurisht që kemi pasur eksperienca të tjera shumë më të mira, kemi pasur me 1%, kemi pasur me 2%, dhe e fundit ka qenë me 3%, këtë herë është menduar me 5%. Nuk është më e mira mundshme, por është më e mira se sa 15%. Unë mendoj që qytetarët duhet ta vlerësojnë këtë pjesë, duhet ta marrin në konsiderat dhe ta bëjnë procesin e vlerësimit sepse do kursen goxha para për familjet e tyre. Por nuk është i detyrueshëm dikush që nuk do t'i nënshtrojë procesi që ka një pronë, nuk është se ka detyrim apo jo të rivlerësoj pronën. Shumë pyetje, absolutisht që jo. Ky është rivlerësimi është vullnetar, totalisht vullnetar. Nëse e mendon që duhet të kursesh ca para dhe ndoshta i ke ca para sot që ta bësh sepse ka kosto, do të parapaguash sot 5% dhe nuk paguan më 15 kur shet. Pra, do duhet t'i kesh ca para faktikisht. Dhe i ka ca kosto, do paguash 5% që është vlera, do paguash një ndërmjetësues, një vlerësues që të bëjë raportin e vlerësimit. Vlen për të thënë që ka 2 mënyra për bërjen e rivlerësimit. Një është me çmime reference dhe në këtë rivlerësim këtu nuk të nevojitet një ekspert vlerësues, por e bën direkt, mund ta bësh tek noteri, mund ta bësh nëpërmjet Allbanias dhe e bën me çmim minimal fiskal që shteti ka vendosur në zonën e caktuar ku ju keni pronën. Dhe nëse do duhet që pronën ta rivlerësoni me çmim tregut, dhe që unë gjithmonë sugjeroj rivlerësimin me çmim tregu sepse është më i plot dhe në moment që do shesësh nuk do paguash më të paktën diferencë ose nëse do paguash do ketë një diferencë shumë më të vogël. Kush janë ata që përjashtohen nga skema? Pra që skema rivlerësimit nuk i mbështet, pra janë të përjashtuar. Janë përjashtuar gjithë ato prona që nuk janë certifikuar, nuk kanë certifikat pronësie. Pra të gjitha ato prona që nuk kanë certifikat pronësie nuk e bëjnë dot. Ne kishim në projektigjin e 2024-s, në maj 2024-s, faktikisht ishte parashikuar që edhe pronat në proces legalizimi, edhe pronat që janë në ndërtim, apo edhe pronat që nuk janë certifikuar për një arsye ku qytetarët nuk kanë faj, se ne gjejmë sot në Tiranë në apartamente, objekte që kanë mbi 30 vite që nuk janë certifikuar, ndërsa qytetari ka blerë një kontratë të rregullt e tjera, dhe nuk është as pak faj atij qytetari që ajo pronë nuk është certifikuar dhe mos ta bëjë rivlerësimin. Kjo është gjunaf realisht, duhet ishte marrë parasysh sepse nuk janë pak. Dhe problemi është që një pronë që është përfituar apo përfitohet në proces legalizimi, vlera e pronës i njihet kosto ndërtimi. Nuk i njihet fare kontrata e shitblerës që ka pasur e zotëria. Ai mund të ketë blerë me 1.000 euro metri katror, atij do i njihet diku ke 380.000 lekë, besoj për metri katror. Vlen e njëjta gjë edhe për apartamentet e reja, sepse kemi edhe pallate të reja që ende nuk janë në legalizim. Patjetër që do vlen edhe për këto, edhe këto nuk certifikohen, nganjëherë fakt ngatrohet me kanë si hipotekë në karabina, por në dijenin time as to nuk merren në konsiderat. Sepse sot një pjesë e mirë të pallateve marrin hipotekën karabina që edhe bllokohen, por kjo nuk do thotë që është certifikuar, sepse certifikimi i një objekti bëhet në moment që bëhet kolaudimi i objektit. Dhe këto objekte nuk janë
nuk janë kolauduar, si rezultate nuk janë certifikuar. Për të kaluar tek një tematik tjetër, ndërtime pafund, sidomos kryeqyteti, por jo vetëm edhe zona e Bregdetit tashmë. Ndërkohë po përkthehet edhe me një rritje të papërballueshme për pjesën më të madhe të qytetarëve, qoftë në shitje, por edhe në dhënje të qeras. Në fakt apo kthehet sot të blesh një apartament në çështje luksi dhe jo si më përpara që ka qenë një nevojë bazike. Tani, unë mendoj që ne duhet ta ndajmë në disa pjesë të gjë. Sigurisht që Tirana po bëhet e vështirë për të blerë. Ky është realitet që nuk e ndryshojmë dot asnjëherë. Dhe si në çdo treg të lirë, edhe tregu jonë është kërkesë ofertë. Në moment që ka kërkesë, sigurisht që çmimi rritet. Jo se mungon oferta, por ndoshta kërkesa që më lart se sa oferta. Dhe mundësitë financiare kanë qenë të tilla. Tani, qytetarët unë mendoj që duhet të përballen me realitetin. Ideja është ti si qytetar do bësh një llogari financiare, një analizë financiare tënde. Sa i ke mundësitë financiare? Sa i ke buxhetin për të blerë? Vërtet ne hasim shumë herë me rezistencë, në thonjza kuptimin me përballje me klientë që janë rritur në qendrën e Tiranës. Është rritur edhe periferia. Jo, okay, pra, janë rritur në qendrën e Tiranës dhe e kanë traumë ti thua që ti do shkosh në Unaz, do shkosh në Astir, do shkosh në Paskuqan, do shkosh në Fres, e kanë traumë. Tani, ideja ti do shikosh mundësitë tua financiare dhe ti do shkosh. Cilat janë çmimet nëse do ndalemi atëherë tek kjo pjesa e periferive që ju sugjeroni? Në zonën e Paskuqanit, që është zona më e re, që sot ka goxha ofertë, mund gjesh fillon nga 1.100, 1.200, 1.300, më shumë, ndoshta edhe më pak në varësi të fazës që është ajo pronë. Pra, ti mundësi të ketë kur ta gjesh një pronë. Tani, vërtet i rritur në mes Tiranës, por nëse mundësitë financiare, të ardhurë financiare nuk i ke përmes Tiranës, unë mendoj që duhet ta rishikosh të spostohesh. Apo ka dhe nga të tjerë që bëjnë gabimin tjetër më të madh dhe rrinë për vite me qera pastaj, vetëm për të mos u spostuar. Dhe kjo është e pafalshme, mendoj unë. Është më mirë të jetosh me qera apo të marrësh kredi? Është shumë mirë të marrësh kredi, sepse në fund fare një ditë ajo pronë do bëhet e jotja. Unë jam dhe me këtë idenë, nëse mundësitë tuaja financiare janë për të blerë një pronë në zonën e Paskuqanit, në zonën e Ysberishit, në zonën e Fresut, blerë një pronë kudo qoftë kjo pronë, dhe vetë mund të jetosh me qira aty ku e ndjen veten më mirë, ku ndjesh më rahat, ndoshta edhe në qendër, por të paktën ti ke marrë një pronë që nesër do jetë e jotja. Ashtu me atë pronë mund ta japësh me qira dhe mund të shtosh diferencë për të jetuar në qendër, jetuar një zonë më të mirë, por unë gjithmonë them që duhet blesh. Duhet blesh se çmimet sot vërtet janë rritur, por jam i sigurt që çmimet do rriten akoma më shumë. Dje po bëj një analizë të tregut faktikisht. Sa janë rritur 3 vjeçarin e fundit? Faktikisht dje kisha një analizë, një studio tjetër. Bërë një analizë 5 vjeçare. 5 vjeçare të gjithë kryeqyteteve të Evropës. Jo të gjithë, por një pjesë të mirë kryeqyteteve të Evropës. Gjejmë kryeqytete që janë rritur me 50%, minimalisht janë rritur me 20%, maksimalisht me 70%, që është Beogradi, që është rritur në këto 5 vjeçar, ne diku ke 68-69%, pra rritja është më lart se sa e kryeqyteteve të Evropës. Patjetër, pra. Ideja është rritja është globale. Nuk është se jemi vetëm ne të prekur nga rritja, sepse në fund fare janë rritur dhe kostot, janë rritur ca kosto. Faktorët, këtu do ndalesh, cilat janë faktorët që kanë çuar në këtë rritje? Faktorët janë kostot. Kostot e ndërtimit. Kostot e ndërtimit, patjetër që janë rritur. Nuk është paraja informale. Por janë shumë faktorë që thashë pak më lart, kërkesë ofertë. Në moment që ka ofertë, në moment që ka kërkesë, ndërtuesi do marrë më të mirën e mundshme. Në moment që ai shet, do marrë më të mirën e mundshme. Pse mos të fitoj 15, po të fitoj 10, kur ka mundësinë, kur ka treg, kur ka kërkesë. Kjo është logjika në një treg të lirë. Sot ka më shumë kërkesë për blerje për banim apo për investim?
I gjejmë nga të dyja fatikisht. Gjejmë nga të dyja, do në gjejmë persona që kanë shumë apartamente, që i kanë blerë për investim, që mund të jenë nga shtresa mesme, mund të jenë të pasur, por gjejmë ato që janë shtresë nën të mesme që e kanë një apartament të tyre, kanë krijuar një kursim të vogël, blenë një apartament të dytë për ta patur me qira. Do gjejmë nga të dyja kategoritë në mënyrë absolute. Po ka dhe tuaj që blenë. Këtu do ndaloja, apo ndikon në rritjen e çmimit edhe blerja nga emigrantët, por edhe të huaj që kanë ardhur në Shqipëri? Tani, emigrantët i kemi dy llojesh. Kemi ato që po shesin pronat e tyre, që i kanë blerë ndër vite apo i kanë pasur trashëguara, po i shesin, sepse po e shikojnë ndoshta të pamundur për t'u kthyer më, do kanë krijuar jetrat e tyre atje, do janë rrit fëmijët, shikojnë që s'do kthehen edhe po i shesin, por kemi edhe ato që po blenë, që nuk janë pak ato që po blenë. E blenë sepse kanë kursyer disa para dhe thonë dhe me kursimet që kanë shumë më të lehtë blenë në Shqipëri se sa jashtë. Se çmimet në vendet ku ato jetojnë janë shumë më lartë se sa këtu. Patjetër, është tjetër standard. E gjenë dhe këtë mundësi. Pastaj nuk kanë vetëm emigrantët që blenë. Ne shikojmë tuaj pafund që blenë kryesisht në Bregdet, blenë për të investuar dhe për të jetuar. Apo kemi edhe tuaj që jetojnë me qira në Tiranë apo dhe në Bregdet. Kjo ka ndikuar besoj edhe në rritjen e qirave. Sa është sot qiraja minimale në Tiranë? Sepse ndërsa flasim për një pagë minimale 500 euro që premtoi kryeministri, sa është qiraja më e ulët? Ne nuk gjejmë nën 400 euro. Edhe 400, kur flasim 400 euro, flasim për zona periferike, flasim për apartamente jo të investuara, edhe besoj një plus një. Investim bazik, patjetër për një plus një. Do kur referohemi çmimi minimal, i referohemi një plus një patjetër. Sa e vështirë është për një çift të ri me paga normale, mesatare, sot të jetojnë, pra të marrin qoftë me qira, por edhe të blejnë. Të blejnë e duket paktën e pamundur, pa ndihmën e familjarëve ose të dikujt. Është e vështirë. Është shumë e vështirë, por Tirana kjo është. Tirana, si dhe çdo kryeqytet tjetër në Europë, po bëhet thjesht e pa mundur për të jetuar dhe qytetarët në gjithë to kryeqytete gjejnë mënyra alternative ose se them gjithmonë qytetet periferike për të jetuar, në pamundësi për të jetuar në qendër apo në këto. Ndërkohë një rritje të çmimeve ka njohur edhe pjesa e Bregdetit. Pjesa e Bregdetit ka njohur rritje çmimesh, ka njohur një goxha rritje fatikisht këto 2 vite apo 3 vite të fundit. Mendoj që do ketë akoma rritje. Një nga faktorët e rritjes është infrastruktura. Një tjetër faktor është turizmi, që personat cilët kanë ardhur, kanë parë Bregdetin, janë dashuruar në Bregdetin, më them, dhe sigurisht që kanë parë mundësinë e investimit për blerë një prone. Në blerë një prone nga tuaj është shumë kollaj, një apartament, sidomos apartament është shumë kollaj, nuk është se kërkohet në gjë specifike, mjafton të ketë paratë dhe blen një apartament pa asnjë probleme. Për sa i përket agjensive të palicencuar, agjentëve të palicencuar, sekserve, sa po ndikojnë në fakto në prishjen e tregut? Si e keni parë ju? Këto më shumë ndikojnë në prishjen e imazhit se sa në të tregut. Këto prishin goxha imazhin e gjithë saj pune që është bërë. Se ka vite që po bëhet një punë goxha e mirë faktikisht, ka ekspert shumë mirë, shumë profesionistë që e bëjnë shumë mirë këtë punë, dhe i shërbejnë shumë mirë qytetarëve, si ato që blenë, si ato që shesin. Këto që ne i quajmë sekser, apo janë kthyer më keq një gangrenë, janë kthyer të administratorët e pallatëve, që prishin shumë punë sepse duan të bëjnë një punë që s'e bën dot. Duan thjesht me informacionet që kanë, nuk kanë atë standardin që duhet të ketë. Një punë e tillë, nuk njohin as dokumentacion, nuk njohin as ligje, nuk njohin as gjë dhe i fusin qytetarët në qorsokak themi. Ne kemi shumë qytetarë që pasi janë ndjegur me këto sekserat, sepse i premtojnë dhe pagesa më të ulta komisionesh. Patjetër që të paguajnë taksa. Po, me jep një kafe. Po, ajo kafe i del përhundësh, faktikisht. I del përhundësh sepse futen në ca labirinte ku nuk dalin më dhe humbin para pafund. Dhe nuk janë të pak të qytetarë që bien prej këtyre.
Po ka kontrole në treg? Pam të paktën një aksion ditët e fundit nga ana e policisë, duke qenë se edhe numri i agjensive në fakt është shtuar goxha dhe siç thatë edhe ju, janë edhe këto agjencitë e palicencuar që të ndikojnë edhe ato të cilët paguajnë taksa tek imazhi i tyre, humbet besueshmëria. Ai aksion është shumë i mirë faktikisht. Duhet të jetë, mendoj që duhet të jetë rutinë, nuk ka pse të bëhet zhurmë, por të jetë një kontroll rutinë. Po mendoj që duhet të jetë më shumë ke këto persona që janë totalisht pa licencuar që e prishin tregun, që tek ato administratorët e pallateve, që hynë bën rolin e sekserit, të ndërmjetësuesit, që i prish shumë punë punës tonë, por edhe qytetarëve në fund fare. I prish punë qytetarëve sepse i futën disa procese që nuk dalin më, i futën konflikte realisht. Sepse në moment që të fusin një marrëdhënie të parregulluar me ligj, sigurisht që ajo marrëdhënie është baraz me konflikt. Dhe nuk janë të pakta ato që bëjnë. Po, në fakt kemi parë edhe raste që i çojnë deri në gjykata një pronë që mund të shitet 2 herë. Po pronë që shitet 2 herë, pronë që s'ka asnjë lloj dokumentacioni, do nëse e diun çketi se është një këtu në katin e tretë don nga këto, fund fare paguajnë lekë, nuk i marrin më dot as lekët e vet, dhe probleme sociale pa fund. Hasini në fakt me problematika të pronave, kanë probleme pronat? Pronat patjetër që kanë probleme. Ne do një gjëja para që ne bëjmë kur është dikush që do të shesë një pronë apo është dikush që do të jap një pronë me qira është dokumentacioni i pronës. I kërkojmë dokumentacionin e pronës, dokumentacionin e pronarëve, bëjmë një marrëveshje me ta. Në moment që është dokumentacioni i rregullt, bëjmë një marrëveshje me ata si për shitje, si për qira. Dhe pastaj fillojnë publikimet e pronave. Nuk mundesh kurse si ti të publikosh një pronë për shitje, për qira, çfarëdo qofte, pa një marrëveshje bashkëpunimi mes palëve. Ne kemi pas raste kur ka pas probleme mes pronarëve, kur na kanë telefonuar. Zotri, pse ke publikuar filan pronë? Unë kam publikuar këtë pronë sepse kam një marrëveshje. Okej, më fal. Nuk patjetër, kur ka mas marrëveshje, prandaj edhe ne kërkojmë gjithë dokumentacionin e pronave. Në fakt një parregullsi të paktën që e kam parë te kjo pjesa e agjencive imobiliare është edhe se të drejtën e një prone nuk është se një agjenci mund ta marrë kontratë ekskluzive. Pra, mund ta marrë jo ekskluzive që mund ta kenë të gjitha agjencitë të tjera, mund të kenë këto agjencitë e palicencuara ose sekser, të cilët po ta shikosh në internet e japin në çmime të ndryshme dhe kjo pastaj ndikon qoftë pronarin, por edhe atë që do të blej dhe shikon në agjenci të ndryshme. Tani, ka 2 lloj marrëveshjesh që qytetari mund të bëjë me një ndërmjetësues, marrëveshje ekskluzive dhe marrëveshje e hapur. Kjo që ju thoni është marrëveshje e hapur, që ai përgjithsisht është më shumë kjo e hapur mbase që ta shtrejë sa më shumë në shumë agjenci kushtesh si është më e gabuar, mendoj, më shumë i prishin punë sepse moment që, siç e thatë ju më lart, moment që një qytetar blerës shikon një pronë me disa çmime, të ndryshme, aty fillojnë lidhin dyshimet. Lidhin dyshimet për atë pronë, kjo pronë e ka një cent themine dhe fillon dhe ajo rri shumë në treg. Nëse një pronë është marrë në mënyrë ekskluzive nga një zyrë ndërmjetësimi, unë jam i sigurt që ajo zyrë apo ajo rrjet zyrash do ja bëj zmendje tamam asaj prona. Do ja bëj zmendje tamam sepse e di që në fund fare atë komisionin 3% do e marrë. Sepse ka raste kur ne ndërmjetësojmë, harxojmë kohë, në fund fare e jep dikush tjetër dhe ne kemi harxuar para për ato dhe nuk e marrim ato. Dhe prandaj edhe agjentët demoralizohen në farë mënyrë kur nuk i kanë kontratë ekskluzive. Sepse thotë do e bëjmë punë, në fund fare do shesi vet, apo siç ndodh dhe rëndom një pjesë e mirë të rasteve kur i bën një shoqërim pronë, takohet pronari me qytetarin. Apo kemi ngjuar ato që len numrat e len ande don çfarë nuk shikojmë, çfarë nuk dëgjojmë që edhe pastaj gjithë ajo punë mund ikën kot. Shkoj dëm. Pavarësisht se ka shumë raste kur këto evidentohen, dhe kalon në gjykat pastaj. Në moment që ti mua më mohon komisionin si të dyja palët, sigurisht unë do ju padis në gjykat dhe janë marrë ato para. Patjetër që po. Por ideja pse të shkojmë gjykat? Pse të shkojmë gjykat? Edhe ti si qytetar shqiptar duhet të jesh koshient në moment që ti je lidh me një agjenci, cila do qoftë ajo, ato 3% që kërkon, ti duhet t'ja taksesh dhe duhet t'ja japësh në mënyrë absolute. S'ke pse bën nga këto manovra që
nuk janë të mira Unë besoj paska. se ka nevojë për një rregullim tregut, paktën të tregu imobiliar, por edhe me kontrolle të shtuara, sepse siç e thatë ju keni gjithë ato costo 3% që prisin, ndërkohë vetë ofrohen të tjerët me 2% me 1%, këto tjerë që janë sekser. Dhe kjo pastaj na sjell edhe këto pjesën e pritjeve, pak kënaqësirave nga ana juaj, po edhe nga qytetarët të cilët duan të blejnë një pronë. Patjetër që do rregullim, do një rregullim të mirë fatikeqësisht. Do institucionet që duhet ta bëjnë, mendoj që ka vend për shumë përmirësim. Pavarësisht se është përmirësuar goxha, do të jemi realist, ndër vite ka ndryshuar. Besoj se fillimet kanë qenë të vështira, se njerëzit nuk kishin në fillim atë besimin t'ia jepnin një pronë një agjenci, apo jo, si kanë qenë fillimet? Patjetër që po, njerëzit ishin mësuar që shkonin tek ushtari i panjohur, nga ato që rrinin me letra në dorë, ku e dosh dhe me çelca në dorë. Por ka ndryshuar një pjesë e mirë e opinionit, ka ndryshuar për zyrët, edhe pse her pas here ka edhe nga këto pseudo agjendët që bëjnë mashtrime, por janë me raste më të vogla normalisht. Krahasimet që kanë qenë, po flasim gjithmonë. Ato që shpresojnë gjithmonë qytetarët janë që çmimet të ulen, por që në fakt po e shohim të kundërtën, dhe si e shihni këtë 5 vjeçarin e ardhshëm? Unë nuk mendoj që do kemi ulje çmimesh. Realisht nuk mendoj që do kemi ulje çmimesh. Ka disa arsye që nuk ma japin të pritshmëri. E para, Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë. E gjithë ekonomia, si mund themi, është fokusuar në Tiranë. Se edhe ne kur flasim për rritje për ulje, po flasim për Tiranën. Se nëse flasim për qytete të tjera, pastaj do kemi ulje. Edhe qytetet e tjera ka patur rritje. Qytetet e tjera patjetër kanë patur rritje, por sigurisht nuk kanë në këtë nivel. Pra, Tirana, thamë, është kryeqyteti që mbledh gjithë Shqipërinë apo dhe shqiptarinë, kushdo që e ndjen veten pak shqiptar mundohet ta blejë një pronë në Shqipëri, kush e ka mundësinë. Dhe nëse do ndodhi që ne do futim në BE, do të përmbahemi kushteve të BE-s. Patjetër, po ideja do bëjmë një treg shumë i aksesueshëm për tuajt. Dhe siç po thoja, unë dje bëra një analizë të kryeqyteteve europiane, ne jemi 40, 50 apo edhe 60-70% më lirë se kryeqytetet e tjera. Pra, ka goxha vend për investim. Po edhe kostën e jetës, nuk mund të llogarisësh vetëm në aspektin e pasurive të paluajtshme. Tani, patjetër, kosto e jetës unë mendoj që se unë e bëra një parantezë, nëse këtu e kemi 500 euro pagën minimale, jashtë nuk e ke 500. Ndërkohë ti këtu qëran e ke më the 400 në periferi. Patjetër, pra, ideja është kjo. Nëse dikush nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, nuk e di nga një vend tjetër, që ndoshta e ka të pamundur për të blerë në vendet e tyre, e ka shumë më kollaj të blejë këtu, me kursimet që ka. Pra, ne jemi tregu hapur, moment që ne futemi në BE, sigurisht që ka siguri, ato po blenë sot, që deri diku nuk e quajnë vend sigurt, Shqipërinë, po blenë. Imagjino ne të futemi, sa do blenë. Sigurisht që Tirana nuk do ketë më këto rritje. Unë nuk e mendoj që Tirana do ketë më këto rritje që ka pasur këto vite, këto 5 vite të paktën. Rritja do jetë më moderuar. Pra, kurba rritse do jetë më e pjerë. Nuk do jetë aq sa ka qenë, por do jetë më ulët. Ervin, faleminderit për të gjitha informacionet që përsollet për të gjitha ato që po na ndjekin. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Bashkë do shihemi në episodin e radhës të Table Talk. Deri atëherë, mirupafshim.